Këshilli i Sigurimit i OKB-s pritet të votojë një draft rezolut të rishikuar i cili synon rikthimin e transportit tregtar përmes ngushticës së Ormuzit, në një moment kur fuqitë botërore mbeten të ndara mbi përgjigje ndaj bllokadës iraniane. Drafti i paraqitur nga Bajreni është zbutur mbas kundërshtimeve nga anëtarët me të drejtë vetoje. Kina, Rusia dhe Franca, të cilat refuzuan formulimin fillestar i cili autorizonte përdorimin e të gjitha mjeteve të nevojshme. Si rezultat, votimi u shty nga data 3 në 4 prill. Sipas burimeve diplomatike dhe raportimeve ndërkombëtare, versioni i ri kufizohet në lejimin e masave mbrojtëse për garantimin e kalimit të sigurt në ngushticë dhe ujërat përreth, një kompromis që synon të shmang përplasje në Këshill, por që gjithsesi mundëson një reagim të koordinuar. Zhvillimet vinë në një moment kritik të konfliktit të nisur në fund të shkurtit, me sulmet e përbashkëta të SBA-ve dhe Izraelit ndaj Iranit. Mbyllja e ngushticës nga Teherani ka shkaktuar luhatje të forta në tregjet globale të energjisë, duke rritur shqetësimet për furnizimet, pasi rreth 1/5 e naftës dhe gazit botëror kalon përmes kësaj rruge. Kina ka dalë hapur kundër çdo rezolute që mund të interpretohet si legjitimim i përdorimit të forcës, duke paralajmëruar për rrezik për shkallëzimi. Një qëndrim të ngjashëm është mbajtur edhe nga ana e Rusisë, e cila thekson se prioritet duhet jetë ndalimi i armiqësive dhe jo zgjerimi i mandateve të sigurisë detare. Franca ndërkohë ka sinjalizuar për fleksibilitet ndaj formulimit të ri. Irani ka intensifikuar kontrollin mbi ngushticën duke kufizuar ndjeshëm trafikun dhe duke lejuar kalimin vetëm të anijeve nga vende që i konsideron miqësore ose përmes marrëveshjeve të posaçme. Teherani ka propozuar gjithashtu një sistem licencimi për kalimin, ide që është kundërshtuar nga Bashkimi Evropian si e papajtueshme me të drejtën ndërkombëtare. Në teren kalimet janë reduktuar në minimum, ndërsa disa vende aziatike kanë arritur marrëveshje të veçanta për transportin e tyre. Një anije lidhur me Francën shënoi më datën 3 prill, një nga kalimet e para europiane, qysh prej nisjes së konfliktit. Rezultati i votimit mbetet i pasigurt, teksa vëmendja është përqendruar tek qëndrimi i 5 anëtarëve të përhershëm. Ndërkohë, vendet e Gjirit Persik vijojnë të shmangin përfshirjen direkte nga frika e një përshkallëzimi të mundshëm të mëtejshëm në rajon.